Sebastian, lajmi i fundit është shtyrja e gjyqit të apelit ndaj Erion Velis. Të gjithë prisni që sot të merrë një vendim ose të liroj, pra dilte në gjendje të lirë, ose me detyrim paraqitje, ose me arrest shtëpie, ose të lihej në burg. Në fakt, gjithçka u shtyp për nesër dhe fillon dikur mos gaboj nga mesdita ndonë 12:30 fillon seanca tjetër. Kjo për arsye sepse edhe Altin Dumani, edhe Orzdado, pra të dy prokurorët e SPAK-ut, i kanë paraqitur gjykatës, i kanë paraqitur prova të reja, audio përgjime. Nga të dhënat e gazetarëve të terrenit që janë atje në SPAK, marrin vesh që, përveç të tjerave, nuk kurse u mor vesh ndonjë gjë e madhe, në gjykatë janë paraqitur audio përgjime ku dëgjohet Erion Veliaj të komunikojë me vllajën e vet, lidhur me marrëdhëniet që duhet i mbanin të buta dhe të mira me një pjesë të njerëzve të medias, të gazetarëve. Nuk e di nëse ju të dy keni informacione të tjera më shumë se kaq, po kaq ka dalë në media, kaq ka është mundur që të dalë sot. Kemi ndonjë gjë më shumë çfarë provash të reja, sepse këta pikërisht për këtë arsye avokatët e Veliajt kërkuan shtyrjen e seancës që të njihen me provat e reja. Çfarë di më shumë, Sebastian? Qoftë edhe detajet e vogla. E ka shkruar edhe më herët me robaze diçka të tillë, sa i përket një audio përgjimit të tillë, ka dhe një editorial ditën e sotme sa i përket këtij rasti. Pra ishte e pritshme asi nën mëng sa i përket kësaj çështje që është duke ndodhur. Por duhet të kuptojmë një gjë, e thash edhe radhës që kaloi. Pak njerëz kanë informacione të brendshme. Pse e them që pak njerëz kanë informacione të brendshme? Dhe ky amerikani që erdhi si avokat apo si vëzhgues, Joshua. Aty vetëm origjinë hebrea apo jo, më duket. Aty te kafeteria rrotull ndeti, nuk u fut dot brenda. Se lejon ligji. Se lejuan pra që të hynte. Se lejon ligji. Pse? Sepse nuk e një dhoma, më fal Sebastian, munduri? Nuk e një dhoma avokatisë? Dhoma kombëtare avokatisë dhe ligji për funksionimin e profesionit të lirë të avokatisë Çani funksionon vetëm dhe njësi licencë vetëm ata që bëjnë shkollën avokatisë në Tiranë dhe trajnimin dhe aktualisht nuk ka njësime të dhomave të tjera të avokatisë, qoftë Kosovës, qoftë Maqedonisë, po qoftë edhe më gjerë nga Europa ose nga Shtetet e Bashkuara që të ketë mundësinë të jetë. Nuk e lejon ligji tjetër. Thjesht nuk e lejon ligji dhe ata nuk është se nuk e kanë ditur. Qartë. Po ata do jenë si këshilltar nga mbrapa, më duket, këto avokatëve që Veliaj. Po të ishte proces në themel ose për shqyrtimin e akuzës, ai mund të lejohet të ishte prezent. Po gjithmonë gjykimet për masat e sigurimit lejohet vetëm avokatit i cili ka prokuror. Duke qenë se ai nuk ka qenë cilësinë avokatit, prandaj nuk është lejuar që të marrë. Po mirë, është e vërtetë që ka marrë Max Haxhin avokat Erion Veliaj? Ka qenë në konferencë para 2-3 ditësh. Zoti Haxhia ka folur në cilësinë, në mos gaboj edhe të avokatit të zonjës Ajola Xoxa. Pra nuk merret vesh sepse zoti Veliaj ka avokat dikë tjetër. E kuptova. Erbir Betën. Nëse këto janë gjëra teknike. Po Sebastian, po thoshe që dhe në këtë aspekt pak informacione dalin nga brenda. Po të lexojmë të gjitha ato që ka shkruar Veliaj, e kuptojmë që prokurorët kanë ruajtur asa nën mëng, sepse një nga akuzat që i bënte Veliaj prokurorit, ishte ato asat nën mëng që t'i ruan, përgjime, audio përgjime, e linte të nën kuptuar diçka të ati. Dakor. Pra mund të derivojmë, nga aq sa ne kuptojmë, që Veliaj e dinte që edhe prokurorët kishin asa nën mëng. Po nuk dihet koha në të cilën është përgjuar, është bërë ky përgjim apo jo? Nuk e dim. Nuk dihet. Ne dim një gjë. Nga dosja, dim që hetimet intensive janë bërë për gjatë 2 muajve të fundit. Dakor. Pra, ajo që kuptojmë, pra mund të ketë një lloj dispozite që e çon hetimin deri që nga 2004, kur Veliaj fillon aktivitetin. Thot ai që më kanë bërë 20 vjet vetminge kështu. 20 vjet. Pra, ekzistojnë të dhëna. Por ne dim që intensive hetimet janë për gjatë 2 muajve të fundit. Logjikisht mund të kuptojmë që këto audio përgjime mund të jenë për gjatë 2 apo 3 muajve të fundit. Pra këtë mund ta kuptojmë logjikisht. Pra duke parë intensitetin e dosjes. Pra dosja sapo vjen edhe kur shohim faktet e ndryshme që paraqiten, janë për gjatë 2-3 muajve të fundit. Kësaj mund të Si do të thotë 2-3 muaj të fundit, ndërkohë që ai ka mbi një vit që është thirrur atje, dhe ideja është që ky ka folur telefon duke ditë shumë mirë që është nën hetim? Aty kur ky thoshte që kolegët, aty kanë qenë hetimet më intensive duke u bërë nga SPAK-u. Të kuptojmë nga dosja. Si ka mundësi? Njeriu merr masë, si ka mundësi? Këtu ka dy elementë, më ndërën Çanon. Ose e kanë ndier veten shumë fuqishëm dhe të paprekshëm në ato momente, domethënë flasim në kontekstin e asaj kohe. Pasi realiteti gjeopolitik nuk ishte ndryshuar dhe dihet që afilacioni i zotit Veliaj ka qenë me Fondacionin Shoqëria e Hapur, sidomos me këtij fondacioni dhe këtij subjekti që ka qenë Alex Soros.
E kemi parë që ka ardhur shpesh në Tiranë, ka qenë gati në inaugurimet më të mëdha që bënte mbi punët e veta bashkia, siç është piramida e tjerë. Dhe mendoj që deri në ato momente ka pasur garanci politike që nuk cënohet ose nuk preket. Dhe duke qenë në kuadër të asaj që tha dhe Sebastiani, duke qenë se hetimet intensive janë bërë 2 muajt e fundit, flasim për një realitet komplet tjetër, sepse u zgjodh Donald Trump. Donald Trump i kishte artikuluar dhe më përpara luftën e tij ndaj agjendës liberale. Ti thua këtu SPAK fondacionin. Po. SPAK-u është një institucion çani që i përgjigjet flukseve dhe interesave të linjave të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe konjunkturave të saj geopolitike. Se e lidh me Trumpin më shumë? Shiko, siç e thot Sebastian dhe Joan Noval Harari, ne vërtet nuk kemi akses të marrim pjesë në ato që ndodh në botë, por ajo që ndodh në botë ka ndikim te ne. Si soi në këtë kuptim, ndryshimi i linjës politike dhe ndryshimi i afilacioneve normalisht ka dhe një kosto për elitën politike, sidomos të një vendi siç është rasti i zotit Veliaj. Dhe këtu unë mendoj që pikërisht siç ka qenë fuqia e tij, afilacioni me agjendën liberale dhe me fondacionin Soros, unë mendoj që në një moment i është bërë edhe ndëshkimi i tij ose si thua shoguri i tij i keq. Mendoj që në këtë mes zoti Rama, siç po shikohet, po i ndryshon qendrime dhe jo më larg se 2 ditë para Altin Dumani është njeri i ndershëm, unë nuk kam asgjë ndaj SPAK-ut, madje ne për këtë gjë e krijuam SPAK-un që të ketë vullnet të lirë, të zbatojë ligjin dhe ne nuk do i diskutojmë aktet juridike që ndërmerr SPAK-u. Në këtë kuptim unë mendoj që ka qenë një dëm kolateral, që nevojtë të bëj kurban. Nëse marrim këtë lloj premise, atëherë Leo do ta kundërshtoj në këtë lloj forme. Okej. Nëse zoti Trump ka hyrë në zyrë në janar, logjikisht i bie që menjëherë sapo ka hyrë, është marrë direkt në Departamentin e Shtetit dhe ka thënë ju do ndryshoni këtë dhe si ka ardhur çështja deri tek Velia. Para një sekond. Sepse nëse e shohim kështu siç e sheh ti që një institucion gjithmonë shkon dhe ande nga fryn SBA-ja apo diçka. Era gjeopolitike po i themi. Era gjeopolitike. Tani do pak kohë që të vi era gjeopolitike edhe këtu tek ne. Efekti flutur për plasja e krave. Kohë që çfarë huragan. Pra, në këtë aspekt, nëse ti më thua mua fitoi Trumpi atje dhe menjëherë pati zhvillimet menjëhershme këtu, vetë ndryshimi i administratës atje kërkon periudhën e vet për të shkuar deri në nivelet dhe unë nuk besoj se shkon Trumpi në darket, në zyre dhe thot çfarë po bëhet me Veliajin atje, apo çfarë po bëhet me Berishën e me këto të tjerat. Edhe në Departament të Shtetit, nuk besoj se shkon zoti Rubio atje dhe thot çfarë po bëhet me këtë e çfarë po bëhet me atë. Kështu që mu po ja ta ndërtojmë ndryshe logjikën. Mund të përgjigjem këtu, domethënë them një argument ta ndërtojmë ndryshe logjikën. Nëse ndryshimi i administratës amerikane ka sjell edhe probleme ose zhvendosje dhe lëvizje brenda ambasadave të ndryshme në Departament të Shtetit. Pse të mos e shohim ne sikur janë të interesuar evropianët për goditjen e krimit dhe të korrupsionit, hetimet kanë pasnisur për Veliajin, edhe thjesht u tha, zotrin të nderuar, nuk ka as edhe një lloj njeriu, jo në Amerikën, në Bruksel shkoj, po të shkoj ku doj, nuk mund të ketë mbrojtje politike. Sepse ne e mbajmë mend kur doli zoti Veliaj dhe takoi ish sekretarin e Shtetit Blinken, u tha jo po e bleu, jo po se bleu, pa fajsin, bleu fajsin etj, por në fund fare sot e shohim që është mbrapa hekurave. Pse duhet ta shohim gjithçka të lidhur me zhvillimet politike të brendshme ose me zhvillimet gjeopolitike? A mundet si jurist? A mundet që ta shohim për shembull thjesht si një rast kur ka disa vendime? A ka gjë në dosje apo jo? Ore, dakord se dosja është faktike. Ore, është thjesht një çast kur ka disa prokuror, të cilët kur i shkojnë faktet, hetojnë edhe e çojnë dikë përpara përgjegjësisë. Domethënë, pse duhet ta shohim gjithmonë të lidhur me diçka tjetër? Ja ta dëgjojmë arsit pse. Më përpara nuk është se nuk kanë ekzistuar provat për ta marrë edhe si person i pandehur dhe për të marrë mas sigurimin ndaj tij. Po siç e thash, ka qenë element i cili ndikonte afilacioni i tij qoftë me linjën e Departamentit Amerikan të Shtetit të presidencës Biden dhe Rion Veliaj njihet për ato lidhje të fuqishme, qoftë afilacioni i tij me zotin Alex Soros. Në këtë kuptim, edhe prokurorët e SPAK-ut janë njerëz, dhe unë këtu nuk dua të flas si ata njerëz që kanë burime të fshehta, po ka fjalë që kanë dalë që ka pasur ndikim. Bëhet fjalë për një telefonat që është bërë në gushtën e kaluar, kur u fol goxha gjatë në media, në portale që do merret mas sigurimi ndaj zotit Veliaj dhe e mbani mend besoj në gusht që u fol gjëre gjatë dhe flitet që ka pasur ndërhyrje nga element jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuptim, duke qenë se ka ndryshuar kursi, pavarësisht se është e drejtë ashtu aty që zoti Trump ka ardhur në zyrë në janar, ka ndodhur goxha më vonë lëvizja, unë mendoj që ai frustrim që ka ndodhur ose si thuash ai shpengim për shkak të këtij afiliacioni ka rënë. Pastaj ka dhe interesat e tjera që lëvizin, shikoj, falta përfundoj. Icebergu
nuk e lëviz era që fryn sipër detit. E lëvizin rrymat ujore që janë brenda ujit, poshtë oqeanit. Në këtë kuptim unë mendoj që këto lëvizje janë rrymat, jo era që fryn lart Velia në SBA ka takuar një nga personazhet më të rëndësishëm brenda demokratëve që është Nancy Pelosi. Një personazh me peshë brenda demokratëve. Tani në këtë mes, kur themi ne që ka një ndikim brenda tek spaku jon, brenda se amerikanët jo, gjermanët jo, francezët etj etj. Është ndikim shtetëror, pra është një linjë shtetërore, deep state, blob, quaje si duash, apo thjesht një person nga SBA-ja çohet Nancy Pelosi, merr në telefon dikë dhe i thot këtë lirohet, këtë arrestohet, çohet dikush tjetër etj. Si ta kuptojmë këtë? Shiko, unë kam thënë edhe biles ku kemi qenë para pak javësh e kemi diskutuar edhe në kohën që është ndërmarrë kjo masë sigurime ndaj zotit Veliaj, po edhe më herët kur është folur në lidhje me fatin e tij politik dhe raportin e tij me organet e drejtësisë. Çdo dosje, dhe kam thënë ekskluzivisht në këtë emision dhe kam parë tjerë që nuk e ka thënë askush, kur vjen një kallëzim me një kallëzues anonim, gjithmonë këto dosje, dhe ma ka thënë kolegë të cilë ka qenë dhe drejtues prokurorisë rrethës, dhe njerëz me goxha aktivitet të gjatë profesional, dhe njerëz të cilët janë me vlera të mëdha profesionale, që zakonisht këto i sjell shërbimi informativ. Dihet që shërbimi informativ, pra shërbimi jonë inteligjencës, gjithmonë është në varësi ose bashkëpunon me shërbimet e inteligjencës të vendeve aleate. Kështu që kjo dosje, dhe kjo është abstragimi imi, nuk është spekulim, por nuk i kam fakte dhe provat konkrete, por zakonisht precedenti ka treguar që këto dosje që janë të kopësitura mirë ose që kanë fakte dhe prova, sidomos nga sisteme sensitive dhe që janë të dhëna të klasifikuara, siç ka qenë lëvizjet e tij, sistemi tim se etj, gjithmonë janë dosje që kopësiten nga shërbimi informativ. Dhe sidomos në bashkëpunim me shërbimet e huaja inteligjente. Në këtë kuptim unë mendoj se që thash pak më përpara që ato rrymat poshtë ujit që lëvizin icebergun pikërisht janë strukturat të departamenteve dhe të deep state-eve të këtyre vendeve. Kësaj para se ta mbyllim, Sebastian. Si shpjegohet, dhe këtë mos e pyes se kush më ka thënë se nuk e them dot. Dakor. Si shpjegohet që fiks ato ditë mbani mend që u mbyllën fondet e USAID-it. Po. Që dolën njerëz në rrugë në Amerikë, gjithandej nëpër botë, ku ka USAID-i punonjës apo jo? Tashmë u morë dhe vendimi zyrtarisht u mbyll, deri në 83% e fondeve. Po morë dhe bravo. Nga zoti Marko Rubio. 83% e fondeve. Po, vetëm 17%. Do mbeten. Po. Dhe do jenë se kjo çështje për të kuptuar tani si do luajë administrata Trump, do luajë me një formë tjetër? Po. Se nuk besoj se ata thjesht kursyen këto lekët dhe s'do kenë ndikim. Edhe s'do kenë ndikim. Unë as si do e bëjnë, pra kanë ndryshuar skema, po kjo është një çështje çike koklavitur që na duhet të futemi thellë në dosje për ta kuptuar. Po desha të them të gjë. Si ka mundësi atëherë Sebastian? Jo për të mbështet linjën e Marsitit, po për të dhënë një sens bisedës, se më pëlqen shumë pyetjet që i bërë dhe dyshimet e tua. Se në fakt ashtu është dhe vërtet dalga do ca kohë të vijë deri në Shqipëri, kur ndodh. Në Europë, jo më në Shqipëri. Por si ka mundësi atëherë, dhe për të thjesht i bindur 100%, mos e pyet se kush më ka thënë, që fiksën ato momentet e USAID dhe mban mend para një muaji, sa ka? Dhe këtu tani po mundojmë të jep pak me qëllim i turbullt që të mos lë gjurmë. Nga spaku ka pasur një interesim shumë të fortë fiks ato ditë për të marrë vesh kush është vendosur në krye të USAID-it që ishte bllokuar. Dhe kishte dalë vetëm një lajm në mediat shqiptare, në një portal, ku thuaj emri i personit që ishte vendosur de facto, s'kishte dalë akoma zyrtarisht. Quaj personi quhet, më duket, në mos gaboj, me mbiemrin Maroko. O Ted Maroko, nuk e se që është një personazh, që ishte vendosur që kishte marrë Rubio dhe kishte vendosur në krye të kësaj thjesht për të qenë atje si administrator gjatë procesit të mbylljes. Dhe nga spaku ka pas një interesim të madh, duke qenë se dikush e pa lajmin në këtë portal, emrin e këtij, dhe i është kërkuar personit, është e sigurt që është vendosur ky te USAID-i. Ja, do të dish pse. Jo, një sekond. Pra, në SPA ka pas interesim të marrë vesh kush është vendosur në krye të USAID-it. Çfarë po ndodh me USAID-in? Pra, kjo konfirmon në një farë mënyre këto rrymat në ujore të icebergut që thot Marsidi, që nuk ka nevojë të vi porosia andej. Këta vetë janë të interesuar të kuptojnë çfarë po luhet. Jo, nuk e sa më kupton. E drejtë është, po nuk është kështu. Tani për të tash. Nuk është shumë cila. Kjo është tet Marokos. Kjo është e sigurt kështu. E di, po ja të them se çfarë ndodh.
USAID-i ka 90% të fondeve i ka për çështje. Nuk po flasim për USAID-in këtu më burr. Këtu po flasim për interesimin e SPAK-ut, çfarë ndodh për Teo Ka Qarin. interesim për atë, këtë po të shpjegoj. E di që ka interesim. Unë ta mora si shembull pra. Po të shpjegoj pse ka interesim. Është busulla, thot Çani, kjo veprimtari që ndodh atje për SPAK-un. Sepse USAID-i Se si do marrë drejtimin. 3% të fondeve të veta, 3 deri në 5%, i ka për ato që quajnë projekte demokracie bashkë me NED-in. NED-i është një strukturë tjetër. Është brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës. National Endowment for Democracy, etc. Në këtë aspekt, ajo që ne shohim, në qoftë se 90% e fondeve të USAID-it ka të bëj me çështje të seksualitetit, që janë smundjet seksualisht transmetueshme, infeksione të mëdha, smundshmëri, ka të bëj me pandemi e tjerë dhe shkonin shumica në Afrikë. Në krahun tjetër, vetëm 3 deri në 5% shkojnë sa i përket çështjeve të demokracisë. Ne futemi te ky 3 deri në 5%. Parat që merrnin strukturat ndihmëse për përgatitjen e dosjeve, që ishin nga Obdati apo brenda apo Euralius, brenda SPAK. Ato ikën dhe SPAK-u ka mungesë burimesh njerëzore. Vllajë zotëri nderuar, nëse un kam 50 dosje, jam një prokuror, unë do bëj gabime po e bëna dosjen, sepse tani, nëse unë do hetoj 50 çështje njëkohësisht, kam vetëm 3. Ti thua kjo është arsye pse jam interesuar, për punë lekësh. Kjo është arsye. Vetëm për punë parash. Kjo është. Dakor. Kjo është. Dakor. Ato gjërat e tjera funksionojnë në mënyrë tjetër. Unë di që këtu SPAK-u nuk jeton me paratë USAID-it, vlla. Jeton me paratë e buxhetit shtetit. Ndihmësit. E disa është fondi paratë USAID-it për ata. Bileta avioni ose në trajnim. Në kuadër të ONM-s. Stafi ndihmës që është, ata të cilët merr. Ati e shef thjesht si çështë teknike, jo si çështë politike, thotë. Është tërësisht teknike. Dakor, këtu ndahemi. Domethënë këtu unë mendoj ndryshe, që nuk është teknike, nuk është lekësh. Unë mendoj që siç monedha ka 2 anë, pjesa teknike ose pjesa sipër, ajo që shikojmë në jetën sipërfaqe është tjetër gjë dhe është tjetër gjë që shikojmë. Por ti vëm pikën, shikojmë në ndecën që na bëjmë një pauzë, më fal Sebastian, sepse vajti ora dhe kemi dhe fabula tjera. Ti them një gjë publikut. Kjo quhet në teknikat e komunikimit highlighting the priorities, kur do të bësh propagandë. Highlighting the priorities do të thotë ta vesh projektorin aty ku do ti. Merr fjalimin e Trumpit dhe e shef që merret me transvestivët, me LGBTQ. Merret me gjithë këto. Çështja është Mejdan këto revolucionet e kësaj, nuk e më paratë USAID-it. Pse nuk u mor me këto? Tjetër gjë se sumora ime. Po pra, ta kam fjalën që USAID-i nuk ka qenë thjesht për gjëra seksuale dhe për LGBTQ. Fondet për ato i ka. 90% fondet. Jo, pra. Janë organizata të tjera që merren me atë, nuk është USAID. Është një nga organizatat, po janë të tjera. Kjo duhet parë. Ato janë forma pagesë. Por ta mbyllur, shtyrja e gjyqit të Veliaj. Kamufluar për interesat të tjera politike që fshihen. Pra jepen gjasë prezervativ, në fakt përdoren për gjë tjetër. Pyetja, dhe tani të mos bëhemi naiv, të paktën ne këtu në këtë studio mos tregojmë naiv, sepse gjithë studiet tjera janë mbushur me këtë gjuhën janë idiot dobishëm. Që besojnë atë që ju thon. Të them vetëm një precedent për ta mbyllur, për ta mbyllur realisht. Kur fliste Giulia Andreotti me Licia Xhelin, i cili ka qenë kryetari i lozhës masonike P2, ata flisnin në komunikim kur ishin përgjuar për të zhdukurit në Amerikën e Jugut. Ndërkohë që ata flisin për Italinë e Jugut dhe për zonën e Palermos, pra për vrasjen e gjyqtarit. Po ta shikosh si gjykim sipërfaqësor, duket se ata flasin për një gjë që ka thjesht interesa intelektuale, ndërkohë që kodi ishte komplet tjetër gjë. Kështu dhe në këto element. Prandaj po në këtë kuptim them unë. Domethënë atje ku ti shikon që USAID-i ka dhënë kaq lek për LGBTQ-in, për këtë të minjve, ç'është kjo? Transgenderi këto janë për të mbuluar në fakt, janë vello që mbulojnë një të vërtet tjetër. Pra, të japim këto para, si do i shikojmë për ndihmuar shoqatën e kujtuar. Në fakt, këto para jepen për arsye të tjera. Unë të paktën njerëzit kanë punuar afër USAID-it, mi kanë thënë këto gjëra. Tani s'do të zë emra këtu se ti i njeh janë të shqiptare, kupton? Po kur ka bërë trajnimin Çanit për doktoraturën në Itali, diçka ka thënë një nga anëtarët e gjykatës lartë asaj kohe, po. Lozha masonike P2 investoi nga shërbimet e OJA, kryesisht amerikane, që nëse Partia Komuniste merrte drejtimin e Italisë, ata do ishin njerëz që do bënin revolucionin, ose puçin që do rrezonin nga pushteti qeverinë e majt. Pra gjithmonë këto para përdoren si forma pagese në mënyrë të kamufluar për të krijuar. Sebastian dhe Marsit, vetëm një fjalë të lutem. Shtyrja e gjyqit për nesër. I rëndon pozitën Veliajt apo e lehtëson? Pra ka dhe shanse që mund të dalë, mund të lirohet nesër. Sigurisht që mund të lirohet. Sigurisht që edhe mund marrë një të masë. Kjo është thjesht procedurë. Pa ti e thjesht 50-50, nuk e një bindje. Është thjesht procedurë. Për mendimin tim nuk ka arsye për t'ia lehtësuar, nuk shohim arsye për t'ia lehtësuar. Dhe ato që shohim nëpër media, jo prokurori kështu, jo Veliaj kështu etj, nuk shohim
arsye për t'ia lehtësuar, nuk përjashtohet mundësia që të mund të shkojë në arrest shtëpie, por për mua nuk do të shkoj, sipas meje, nuk ka për të shkuar se nuk janë këto lloj arsyesh, por kjo është thjesht procedurë. Marsid? Arjan, zakonisht në procese penale, sidomos kur kemi apelim të masës sigurimit, gjithmonë kur sillen prova të reja dhe fakte të reja, me të cilët zakonisht avokatët ose njihen gjatë asaj dite, pra i lihet kohë, i jepet dosja me fakte dhe prova të reja dhe pastaj mund të bëjnë prapësimet e tyre ose mbrojtje, ose i jepet një ditë kohë, shtyhet 24 orë dhe i dorëzohen me të fotokopjuar dhe ata kanë mundësi të përgatitin relacion e mbrojtjes. Gjithmonë, gati në 99% të rasteve, pozita e pandehurit rëndohet. Kur sillen fakte dhe prova në apelimin e masës sigurimit. Prova dhe fakte të cilat legjitimojnë masën e sigurimit dhe kushtet e masës. Në këtë kontekst, unë mendoj që do i rëndohet pozita. Kështu që ne nesër do jemi prap live tu në MCN TV zonja Zotrin, orën 10 darkës dhe me siguri deri atëherë do kemi marrë vesh në gjë ose nëse do shtyhet prap. Është e mundur të shtyhet prap, është e pamundur, Marsit? Do shtyhet prap? Jo. Ka drejtë të shtyhet 24 orë, po jo më shumë. Ky është momenti, le të jo që Marsitin dhe me Sebastianin ikin bëjmë një xhiro në Dorë